Kush na I pagun e këto? Ne nuk kërkojmë shtetit na japi limosh. Ne kërkojmë ta japite që na takon. Plus sa rruga, te pat vetë. Një shikoni prapë ke krahuin ku kalojmë, na kanë bëj kodër dheu, kjo fi vargje. Po. Është pezullu punime tani. Po. Aty sa herë bjeshi, më bëhet 1 metër unë. Kush e di sa herë kam heq pucët, kam përveç pantallonat deri këtu, të çu kalemaj të shkollë. Si kisha 5 që shkollë, nuk shkote do të fëmijë në përshirë, në përftohtë. E ti bëje vajtje ardhi. Ti vajtje ardhi me fëmijë. Vajtje ardhi, thash. Kam 25 vjet. Unë vuj për jetu për vete, po të paktën shteti na I rregulloi sa gjë, ato takset e makinës unë paguaj. Siguracioni nga 160 që ka qenë fiks, ishte vajt 216. I paguajt. Se I ditë me dalë pa paguajt ato, trak policia, gjop. Tani si bëhet halli jon? A na kanë listë ky shtet neve apo s'na kanë listë? Kush do na zgjedh neve këto? Këto dalin dhe thotë vi diaspora, thotë këtu të punoj këtu. Ku të vi goca ime më? Që ka hik në Angli, ku të punoj këtu ajo? Apo tjetër që ka hik në Itali, se fëmijët për këtyre probleme po na hikin jashtë. Se ti jetë mirë këtu nuk hik njëri. Nuk ka shkoj atje unë lipi pastroj banjet e botës atje. Ku të vi fëmija im këtu? Nga diaspora që thonë, si Saliu, si Edi Rama. Su si jam as me një. Unë ja ku e kam të majtë e ja djathë. Këto më kanë majtë deri më sot. As kam diti servilosin kujt, as kam për t'ju servilos kujt.